Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Seanca plenare u zhvillua mes debatesh në mungesë të disa anëtarëve të qeverisë të thirrur në interpelancë. Diskutimet u përqendruan tek mbështetja për fermerët, ndërkohë u shty dhe shqyrtimi i ndryshimeve në ligjin për Gardën e Republikës. Seanca e radhës në kuvend u shoqërua me debate politike të ndikuara edhe nga mungesa e disa ministrave dhe zëvendës kryeministres, të cilat ishin thirrur nga opozita për interpelancë, por nuk ishin të pranishëm në sallë. Kjo situatë solli përplasje mes palëve, ndërsa fokusi i diskutimit u zhvendos drejt çështjeve ekonomike dhe procesit të integrimit evropian. Një nga temat kryesore ishte rimbursimi i naftës për fermerët, një çështje që vijon të sjellë debat për shkak të ndikimit të drejtpërdrejtë në sektorin bujqësor. Sfidoj çdo njeri dhe çdo shqiptar të gjejë një vend të vetëm antar të Bashkimit Evropian që të mos subvencionojë naftën për fermerët. Përkundrazi, Gjermania e rriti këtë vit subvencionin dhe mundet dhe vendet tjera. Subvencioni i naftës duke hequr ndaj saj çdo taks, jo vetëm për fermerët, por edhe për transportin publik. Ai që punon tokën do të marrë kompensimin në çdo produkt bujqësor dhe kjo shkon midis 45 deri në 50 milionë euro si mas llogarive tona. Prandaj qeveria shqiptare ka akorduar mbi 100 milionë euro për fermerët shqiptarë, të cilët do të jenë këtë vit vetëm për subvencionet dhe të pagesat direkte. Në vijim të seancës, përfaqësuesi i shumicës Taulant Balla riktheu në vëmendje diskutimet për ndryshimet e pritshme në rregulloren e kuvendit. Kreu i grupit parlamentar socialist paraqiti një propozim të ri në lidhje me këto ndryshime, duke synuar rishikimin e disa praktikave parlamentare. Tani kam një propozim. Meqense jemi në moment ndryshimesh rregullore, a jeni dakord që ta rikthejmë këtë 1 orë për çështje jashtë rendit ditës në fillim të seancës, siç e kemi pasur, edhe t'i japim fund kësaj situatës qesharake? Me kërkesë të grupit parlamentar të shumicës u vendos që diskutimi dhe miratimi ndryshimeve në ligj për Gardën e Republikës të shtyhen në seancën e ardhshme, duke lënë të hapur debatin për këtë çështje në vijim. Kryeministri i vendit Edi Rama ka nisur një vizitë treditore në Itali dhe Spanjë. Në Roma ai po zhvillon takim me homologin italiane Giorgia Meloni. Vizita do të vijojë në Barcelonë, ku pritet që të marrë pjesë në një samit ndërkombëtar për demokracinë. Kryeministri Edi Rama ka nisur nga Roma një tur treditor në Itali dhe Spanjë në funksion të forcimit të marrëdhënieve me partnerët evropian dhe intensifikim të angazhimeve ndërkombëtare të Shqipërisë. Në kryeqytetin italian, Rama ka mbritur në Palazzo Chigi, ku po zhvillon një takim me kryeministren Giorgia Meloni para nisjes së bisedimeve. Ai publikoi një foto në rrjetet sociale të shoqëruar me një koment me tone humoristike, duke vlerësuar njohuritë dhe përkushtimin e homologës së tij italiane. Gjatë qëndrimit në Itali, kryeministri shqiptar pritet të zhvilloj dhe një takim me ministrin e mbrojtjes Guido Crosetto, ku në fokus do të jenë çështjet e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Në vijim të agjendës, Rama do të udhtojë drejt Spanjës, ku me ftesë të kryeministrit Pedro Sánchez do të marrë pjesë në samitin e 4 në mbrojtje të demokracisë që zhvillohet në Barcelonë. Ky samit pritet të trajtojë tema të rëndësishme si forcimi i institucioneve demokratike, roli i multilateralizimit, sfidat e dezinformimit dhe ndikimin e teknologjisë digjitale. Një vëmendje veçantë do t'i kushtohet të rregullimit të hapësirës digjitale dhe luftës kundër pabarazive si element e kyç për stabilitetin demokratik. Në kuadër të pjesëmarrjes në këtë aktivitet ndërkombëtar, Rama do të zhvillojë dhe takime bilaterale me kryeministrin spanjoll Pedro Sánchez dhe presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, duke vijuar dialogun për çështje me interes të përbashkët. Hetimet për zjarrin që shkatruan 71 apartamente në kompleksin Arlis në Tiranë janë ende në proces. Prokuroria e Tiranës dhe policia kanë arrestuar 4 persona dhe kanë proceduar 4 të tjerë. Ngjarja ka ngritur shqetësime serioze mbi cilësinë e ndërtimit dhe standardet e sigurisë.
Vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve që shuan në zjarrin e përmasave të mëdha në kompleksin Arlis, në zonën e njohur si Farmacia 10 në Tiranë, ku u shkrumbruan 71 apartamente. Deri më tani autoritetet kanë publikuar një raport përfundimtar mbi shkaqet e ngjarjes apo për vlerën e dëmeve të shkaktuara. Pas ngjarjes, prokuroria dhe policia e Tiranës kanë ndërmarrë veprime hetimore, duke arrestuar 4 persona dhe duke proceduar penalisht 4 të tjerë për veprat shkatrimi pronës nga pakujdesia dhe shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë. Hetimet janë përqendruar edhe në analizimin e pamjeve të kamerave të sigurisë, të cilat sugjerojnë se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një grumbull kartonësh i përfshirë nga flakët, dyshohet nga pakujdesia e disa fëmijëve ose nga një cigare hedhur nga katet e mosipërme. Përhapja e shpejtë e flakëve në të gjithë fasadën e ndërtesës brenda pak minutash ka ngritur dyshime të forta mbi cilësinë e materialeve të përdorura në ndërtim. Kjo ka shtyrë autoritetet që të paralajmërojë një val të gjerë inspektimesh në të gjitha ndërtimet e reja në vend. Sipas burimeve, javën e ardhshme pritet të nisë një proces verifikimi që nuk do të kufizohet vetëm në dokumentacionin ligjor të lejeve të ndërtimit, por edhe në kontrollin e materialeve të përdorura dhe standardeve teknike të sigurisë. Me një akt të posaçëm, kjo përgjegjësi pritet i kalojë Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, i cili do të përcaktojë metodologjinë e kontrollit për çdo projekt. Njëkohësisht, një tjetër fokus i kontrolleve do të jetë edhe subjektet që operojnë në ambientet e banimit dhe përdorin bombula gazi apo oksigjeni. Autoritetet paralajmërojnë se çdo shkelje e rregullave për vendosje dhe përdorimin e tyre do të ndëshkohet nëse konstatohet rrezik për sigurinë publike. Masat e ndërmarra synojnë të parandalojnë ngjarje të ngjashme në të ardhmen dhe të rrisin standardet e sigurisë për jetën dhe pronën e qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar përballje me kryeministrin Edi Rama në lidhje me dosjen Partizani. Sipas tij, në dosje figurojnë disa firma të Ramës për ndryshimin e destinacionit të pronës. Berisha akuzoi gjithashtu institucionet për mosveprim në trajtim të njëanshëm të çështjes. Kryedemokrati Sali Berisha ka shprehur gatishmërinë për një përballje të drejtë për drejtë me kryeministrin Edi Rama, i cili është thirrur si dëshmitar në çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Sipas Berishës, kjo përballje është kërkuar prej kohësh dhe konsiderohet të domosdoshme për zbardhjen e plotë të çështjes. Gjykata zbatoi ligjin në kuptimin që firmat aty janë të Edi Ramës. Unë kam një firmë pas firmës së Edi Ramës, ex officio firma ime, që absolutisht të gjithë aktivitetin tim kur nuk kam firmosur njerë cili do që ka qenë kryetar bashkie kundër projekteve që ata kanë pru, sepse me kushtetut territori është i bashkive. Berisha kërkoi një përballje të drejtë për drejtë me kryeministrin Edi Rama, duke u shprehur se qytetarët duhet të shohin të drejtën në këtë çështje. Çdo gjykatës serioz vendos marrjen në ndjekje penale të Edi Ramës për ato akte. Por edhe thirrja do të jemi ball për ball aty, edhe i thoni të bëhet burr, mos kërkoj pa media, mos kërkoj seancë pa media, të kërkoj mediat aty. Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal dhe te ngjarjet e fundit në Tiranë, duke komentuar zjarrin në një pallat të cilin e cilsoi si të ndërtuar jashtë standardeve ligjore. Është ndërtuar jashtë të gjitha kondicioneve urbanistike. Ju e pat vetë, keni qenë atje. Zjarr fiksi nuk futej dot. Fati që shpëtuar në jetët e njerëzve, që edhe mund të humbisnin, por ai ishte një zjarr i paralajmëruar. Avokatit Armando Lilos. Por në qoftë se Armando Lilo pra nuk kishte faj, atë pse ja mbathi Armando Lilo zotri? Na thuj pak, pse ja mbathi? Pse iku? Pse iku nga drejtësia? Me që ti e nxjerr pa fajshëm. Është Rama i fajshëm, është Erion Velia i fajshëm. Janë këta të cilët kanë shkatruar me betonizimin e Tiranës. Deklaratat e tij përfshin edhe kritika të forta ndaj qeverisë dhe Bashkisë së Tiranës për menaxhimin urban dhe ndërtimin në kryeqytet, duke i lidhur këto me zhvillimet e fundit e problematikat e sigurisë në ndërtesa. Qeveria ka ndërhyrë pas kaosit në transportin urban në Tiranë, duke ofruar subvencion për operatorët. Çdo litër naftë do të mbështetet me 50 lekë për 3 muaj. Shoqata e transportit njoftoi rikthimin e menjëhershëm të shërbimit normal. Pas një dite me kaos dhe pritje të gjata në stacionet e autobusëve urban në Tiranë, qeveria ka ndërmarrë një masë të menjëhershme për të stabilizuar situatën. Vendimi i shoqatës së transportit për të ulur me 40% numrin e mjeteve të qarkullim kishte shkaktuar fluks të lartë qytetarësh dhe vështirësi të mëdha në lëvizje për mira përdorues të transportit publik. Në përgjigje të kësaj situate, qeveria vendosi të subvencionojë çdo litër karburant të konsumuar nga autobusët urban me 50 lekë për një periudhë prej 3 muajsh. Ky vendim erdhi pas një takimi të zhvilluar në
në orët e para të mëngjesit mes përfaqësuesve të shoqatës së transportit dhe zyrtarëve të lartë, përfshirë ministren e ekonomisë Delina Ibrahimaj, ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi dhe kryetaren e komanduar të Bashkisë së Tiranës Anuela Ristani. Me njëherë pas arritjes së marrëveshjes, shoqata e transportit urban njoftoi rikthimin në normalitet të shërbimit që për kësaj të enjtëje, duke garantuar se qytetarët nuk do të përballen më me vonesa dhe mungesë të mjeteve në linjat kryesore. Ndërkohë, palët kanë rënë dakord që javën e ardhshme të zhvillojë një takim për të diskutuar çështje të tjera të rëndësishme për sektorin, përfshirë TVSH-n, aksizën dhe kategoritë e qytetarëve që përfitojnë transport falas. Kriza e një dite më parë u shkaktua nga rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare lidhur me zhvillimet në lindjen e mesme, çka detyroi operatorët të reduktonin flotën. Ata paralajmëruan se në mungesë të ndërhyrjes do të përshkallëzonin masat deri në pezullimin e shërbimit. Rreth 250.000 qytetarë në kryeqytet varen çdo ditë nga transporti publik, duke e bërë këtë sektor jetik për funksionimin normal të jetës urbane. SPAK po shkon drejt mbylljes së hetimeve për abuzimet me fondet IPARD. Biznesmeni Reni Ashiku është njohur me akuzën e ndikimit palishëm. Skema dyshohet se ka dëmtuar fondet europiane në vlera mbi 30 milion euro. Hetimet e disa vjeçare për abuzime me fondet e Bashkimit Evropian në kuadër të programit IPARD duket se po hyn në një fazë përmbyllëse. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur zyrtarisht procedurat për marrjen e të pandehurve të parë, duke sinjalizuar avancimin e çështjes drejt gjykimit. Në këtë kuadër, biznesmeni Reni Ashiku është njohur me akuzën ndikimi palishëm, ndërsa dyshohet për rol në ndërhyrje pranë institucioneve për përfitimin e fondeve. Ashiku rezulton pronar i një kompanie shërbimesh bujqësore dhe bashkëpronar në një kompani konsulence që sipas hetimeve lidhen me skemën e dyshuar të përfitimeve. Sipas gjetjeve të OLAF, një nga mënyrat kryesore të abuzimit me fondet IPARD 2 ka qenë detyrimi i aplikantëve që të paguanin përqindje të konsiderueshme të grantit të tyre te kompanitë konsulencë të përzgjedhur paraprakisht. Këto kompani më pas ndërmjetësonin lidhjen e kontratave me AZBR-n, institucionin përgjegjës për shpërndarjen e fondeve. Megjithatë, roli konkret i Ashikut dhe përfitimet e mundshme nga kjo skemë mbeten ende objekt i hetimit, ndërsa pritet që prokurori i çështjes Klodian Brau të zgjerojë listën e personave në akuzë. Për momentin, SPAK nuk ka bërë publike detajet të tjera mbi hetimin. Më herët për këtë dosje është marrë në pyetje dhe ish-ministre e bujqësisë Frida Grica, e cila është trajtuar si person që ka dieni për rrethanat e çështjes. Hetimi nisi pas kallëzimit të OLAF, e cila evidentoi shkelje serioze në menaxhimin e fondeve për bujqësi në Shqipëri. Si pasojë këtyre gjetjeve, Bashkimi Evropian vendosi të pezullojë financimin e programit IPARD 3 me një vlerë prej 112 milion euro, fonde që ishin parashikuar për mbështetjen e fermerëve shqiptar. Gjykata e Tiranës ka vendosur masën në arrest me burg për 4 persona të dyshuar për mashtrim ndërkombëtar. Ata akuzohen se kanë përfituar rreth 50 milion euro nga qytetarët evropian përmes skemave të investimeve fiktive. Hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet austriake. Një skemë e gjerë mashtrimi përmes call centerave ka çuar në arrestimin e 4 personave në Shqipëri, të cilët dyshohen se kanë përfituar shuma të konsiderueshme parash nga qytetarë evropian. Me kërkesë të prokurores Rovena Zoto, gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest me burg për të dyshuarin Teti Agastra, Mateo Hoxha, Joel Mekolli dhe Eduard Dalla, ndërsa 2 persona të tjerë u lanë me ndalim për të dalë jashtë vendit. Sipas hetimeve të kryera në bashkëpunim me autoritetet austriake, 2 prej të arrestuarve dyshohet se kanë përfituar miliona dollar brenda një periudhe të shkurtër kohore, duke identifikuar si përfitues kryesor të fondeve të siguruara përmes kriptovalutave. Në total, dëmi i shkaktuar nga kjo skemë mashtrimi arrin rreth 50 milion euro. Prokuroria bën me dije se aktiviteti i palishëm është zhvilluar nga qershori i vitit 2023 deri në korrik të vitit 2024, ku grupe të organizuara të përbëra nga 6 deri në 8 persona operonin si call centera, duke kontaktuar qytetar të huaj. Përmes komunikimit në gjuhën e tyre, ata i bindnin viktimat të investonin në tregje financiare të rreme. Në kuadër të hetimeve janë identifikuar dhe 6 kompani të regjistruara në qendrën kombëtare të biznesit, të cilat dyshohen se janë përdorur si mbulesë për aktivitetin mashtrues. Ndërkohë, autoritetet kanë paralajmëruar se hetimet do të vijojnë edhe për struktura të tjera të ngjashme pas denuncimeve të ardhura nga qytetarët në Vjenë. Të premten pritet që gjykata të shqyrtojë dhe masat e sigurisë për persona të tjerë të përfshirë në këtë çështje, ndërsa bashkëpunimi ndërkombëtar mbetet kyç për zbardhjen e plotë të skemës së identifikimit e të gjithë përgjegjësive.
Gjykata e Tiranës ka lënë në arrest me burg 3 persona të dyshuar për rrëmbimin e një ndërtuesi. Të arrestuarit pretendojnë përmes avokatit se bëhet fjalë për një konflikt borxhi dhe jo pengmarrje. Prokuroria i akuzon ata për rrëmbim dhe zhvatje me qëllim përfitimi financiar. Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për vëllezërit Jurgen dhe Kevin Neza, si dhe kushëririn e tyre Hysen Neza, të dyshuar për rrëmbimin e ndërtuesit Florian Sula disa ditë më parë. Të tre të arrestuarit nuk kanë dhënë deklarime në sallën e gjyqit, ndërsa mbrojtja e tyre ka paraqitur një version të ndryshëm nga i organi i akuzës. Sipas avokatit mbrojtës, ngjarja nuk përbën pengmarrje, por lidhet me një borxh prej rreth 60.000 euro, që sipas tij viktima u kishte të pandehurve. Ai pretendoi se ata e kanë marrë sulm me automjet vetëm për të sqaruar situatën financiare dhe më pas e kanë lënë të lirë kur kanë kuptuar pamundësinë e tij për të shlyerë deturimin. Mbrojtja shtoi gjithashtu se njëri nga të rinjtë është vetërzuar pasi ka mësuar se ishte në kërkim, ndërsa dy të tjerët sipas saj kanë qenë në gjendje të rënduar emocionale dhe nën efektin e lëndëve narkotike, pretendime që nuk janë mbështetur me dokumentacion përkatës në gjykatë. Ndërkohë, sipas hetimeve paraprake të prokurorisë, 3 të rinjtë janë prezantuar si agentë të strukturave shtetërore dhe kanë rrëmbyer 32 vjeçarin duke e mbajtur për disa orë në një ambient privat. Autoritetet dyshojnë se ata e kanë dhunuar dhe i kanë kërkuar shumën prej 2 milion eurosh në këmbim të lirimit. Sipas dosjes hetimore, viktima u ka premtuar një shumë prej 500.000 eurosh për ta liruar, por pas daljes në gjendje të lirë ka denoncuar rastin në polici, çka çoi në arrestimin e të dyshuarve. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe për përcaktimin e përgjegjësive penale. Eci me të tjera informacione, kalojmë nga rajoni. Peter Sorensen është pritur në Prishtinë nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Sorensen dhe Kurti diskutuan për integrimin evropian dhe reformat e vendit. Vizita vjen në një moment kur po shtohen përpjekjet për rifillimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Pas vizitës së tij në Beograd me 9 prill, kur u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen ka vijuar turin e tij diplomatik në Prishtinë. Mbrëmjen e dieshme ai është pritur në një takim nga kryeministri Albin Kurti së bashku me disa nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Sipas njoftimit zyrtar të zyrës së kryeministrit në darkën e punës, është diskutuar gjerësisht procesi i integrimit të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, me theks të veçantë afrimin e plotë të politikës së jashtme me atë të vendeve anëtare të BE-s, si orientim strategjik i vendit. Gjithashtu është nënvizuar rëndësia e vazhdimit të reformave të brendshme të cilat lidhen drejt për drejt me procesin e integrimit. Në këtë kontekst, palët kanë trajtuar dhe ecurinë e aplikimit të Kosovës për anëtarësimin në Këshillin e Evropës, një proces që mbetet pjesë e agjendës së saj ndërkombëtare. Përveç temave të integrimit, Kurti tha se Sorensen kanë shkëmbyer mendime dhe mbi zhvillimet aktuale politike në vend dhe situatën e përgjithshme të brendshme. Ndërkohë, Radio Europa e Lirë ka raportuar më herët se po punohet intensivisht për organizimin e një raundi të ri të dialogut në nivel liderësh mes Prishtinës dhe Beogradit. Sipas këtyre raportimeve, intensifikimi i takimeve të Sorensen me aktorë të ndryshëm ndërkombëtar, përfshirë dhe përfaqësues amerikan, lidhet pikërisht me përgatitje për këtë fazë të re të dialogut. Policia e Kosovës ka zhvilluar disa bastisje në veri të vendit duke sekuestruar armë dhe municione. Operacionet u kryen në zona të banuara me shumicë serbe pas informacioneve nga qytetarët. Autoritetet e konsiderojnë rastin si kërcënim për sigurinë dhe rendin publik. Policia e Kosovës ka ndërmarrë një seri operacionesh në veri të vendit duke realizuar 6 bastisje në raste të ndara në zona të banuara me shumicë serbe. Sipas njoftimit zyrtar, aksionet janë zhvilluar pas informacioneve të marra nga qytetarët në fshatrat Banov dhe Prevllak në komunën e Zubin Patokut. Gjatë një prej bastisjeve në një banesë të pabanuar, autoritetet kanë gjetur dhe sekuestruar 4 pushk të llojeve të ndryshme, 3 radiolidhje, një kamera si dhe qindra fishek. Po ashtu janë gjetur edhe uniforma ushtarake dhe pajisje për mirëmbajtjen e armëve, çka sipas autoriteteve tregon për përgatitje të mundshme të aktiviteteve të palishme. Në total, sipas institucioneve të sigurisë, janë sekuestruar armë të ndryshme, radiolidhje dhe granata dore, uniforma ushtarake dhe mbi 200 copë municion. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zvelçka publikoi pamje nga materialet e sekuestruara duke theksuar se këto prova dëshmojnë një përpjekje për cënimin e sigurisë në vend. Ai paralajmëroi se institucionet e sigurisë do të reagojnë me vendosmërinë ndaj çdo individi apo grupi që rrezikon rendin dhe ligjin, duke nënvizuar se çdo veprim i tillë do trajtohet me seriozitet maksimal dhe pa kompromis. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 17 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me alternime mes vranësirave dhe kthjellimeve, si dhe rreshje shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në jug dhe juglindje priten rreshje shiu. Pasditja sjell përmirësim të përkohshëm të motit në zonat bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 19:29 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 16 deri në 25 gradë Celsius, Kukës 12 deri në 21 gradë Celsius, Peshkopi 12 deri në 19 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 25 gradë Celsius, Durrës 16 deri në 26 gradë Celsius, Kavaj 15 deri në 23 gradë Celsius, Elbasan 17 deri në 24 gradë Celsius, Berat 15 deri në 23 gradë Celsius, Korç 8 deri në 17 gradë Celsius, Vlorë 16 deri në 24 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 23 gradë Celsius, Sarand 17 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 17 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:44 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 9 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 18 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 21 gradë Celsius, Pej 9 deri në 21 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri në 20 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 23 gradë Celsius, Malishev 10 deri në 21 gradë Celsius, Gjilan 7 deri në 19 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 20 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 19 gradë Celsius, Suharek 10 deri në 22 gradë Celsius, Prizren 9 deri në 19 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë me ju takofshim në edicionin e ardhshëm.